Janë bërë 2 vite që prej sulmit terrorist ndaj policisë së Kosovës në Banjsk, pjesë veriore e Kosovës. Edhe pse u bën 2 vite nga ky sulm i armatosur, organizatori i deklaruar i këtij sulmi Millan Radojčić vazhdon të jetë i lirë dhe me adresë të regjistruar në Beograd. E këtë ka konfirmuar edhe gjykata e lartë në Beograd, duke thënë se Radojčić i është zgjatur masa e ndalimit të largimit nga Serbia dhe ai paraqitet në polici 2 herë në muaj. Ish nën kryetari i listës serbe nuk është shfaqur në publik që prej pranimit të përgjegjësisë për sulmin e 24 shtatorit 2023 në Banjsk, ku mbeti vrarë rreshtiri Afrim Bunjaku. Ndërkohë disa nga personat e përfshirë në këtë sulm sipas autoriteteve të Kosovës janë parë në Beograd gjatë protestave duke siguruar objektet shtetërore e duke i ofruar siguri të shtuar presidentit serb Aleksandar Vučić. Në Serbi Radojčić dyqohet për krime kundër sigurisë së përgjithshme dhe trafikim të paleqëm armësh, por ende nuk është ngritur akt akuzë. E sipas organizatave të sigurisë në Beograd, shteti serb nuk po tregon vullnet real për ndjekje penale. Prokuroria e lartë në Beograd kishte paralajmëruar ngritjen e akt akuzës në fund të vitit 2024, por ajo ende mungon. Kosova ndërkohë ka ngritur akt akuzë kundër 45 serbëve për sulmin në Banjsk, por vetëm 3 nga ata janë në paraburgim në Kosovë. Të tjerët janë arrati dhe për ta janë lëshuar flet arrestime ndërkombëtare. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga Kosova dhe aleatët ndërkombëtar për ekstradimin e të dyshuarve në Kosovë nga Serbia, refuzon duke deklaruar se ata do gjykohen në vend. E në lidhje me këtë situatë ka reaguar ambasada e Gjermanisë në Kosovë në përvjetorin e dytë të sulmit, duke shprehur shqetësimin për mungesën e drejtësisë e duke e quajtur pandëshkueshmëri të papranueshme, ndërkaq edhe Britania e Madhe i ka bërë thirrje Serbisë që të sjellë Radojčićin dhe të tjerët para drejtësisë. E një tjetër shqetësim është edhe fakti se kompani të lidhura me të akuzuarin për sulmin kanë përfituar miliona euro nga buxheti i Serbisë. Një prej tyre është Rad 028, e lidhur me biznesmenin Radule Stević, i cili gjithashtu kërkohet nga Interpoli, ka fituar mbi 30 milionë euro për projekte në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Në 2 vjetorin e sulmit terrorist në Banjsk të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti pati thirrje për ndërkombëtarët që të mos e shohin Serbinë si shtet të rregullt, duke thënë se duhet shtuar presionin mbi shtetin serb që të dorëzojnë Radojčićin dhe të akuzuarit e tjerë që të dorëzohen në Kosovë e të gjykohen nga gjyqësia kosovare. Në 2 vjetorin e këtij sulmi të ashpër e të armatosur në Banjsk, u përkujtua dhe heroi Afrim Bunjaku, rreshtiri policor, i cili ishte përballur me sulmet e serbëve për të ruajtur çdo copës territorit të Kosovës, duke mos e lënë anash asnjëherë bedimin e bërë për të shërbyer deri në vdekje këtij vendi. Afrim Bunjaku është nderuar nga figurat e larta shtetërore dhe qytetarë e familjar, duke u vënë në theks fakti se ai shërbeu në përpikëmëri shtetit të Kosovës me nder duke u përballur me terrorist serb në një aksion të organizuar në natën e shtatorit të vitit 2023. Ndërkohë Arpënar Spahiu, një shtetasi i Kosovës, është arrestuar në Serbi dhe ndodhet në paraburgim e për këtë ndalim nga Serbia janë arsyetuar se arrestimi i tij ka të bëjë me dyshimet për përfshirje në sulmin në Banjsk, ani pse është dëshmuar se ky i fundit nuk ishte pjesë e policisë së Kosovës aso kohe. E familja e tij kërkon lirimin, ndërsa autoritetet kosovare kanë bërë thirrje për ndërhyrje ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se po hetojnë lidhjet e Serbisë me organizimin dhe financimin e sulmit në Banjsk. Zyrtar të BE-s kanë deklaruar se drejtësia për këtë rast është kusht për përparimin e Serbisë në rrugën drejt antarësimit në BE, e që edhe sot 2 vite pas sulmit që të rënditi siguri në Kosovë dhe rajonin, drejtësia ende nuk është vënë në vend, ku sipas akt akuzës së ngritur në Kosovë, Radojčić dhe të tjerë të përfshirë në sulm akuzohen për shkelje të rendit kushtetues dhe veprime kundër sistemit ligjor të Kosovës.